Të dashur miq, Donald Trump është një çmendër pa përmbajtur. Është një çmendër që bota sot do të ketë frikë. Pasi bombardoi Venezuelën duke shkelur hapësirën ajrore të një shteti sovran dhe duke vrarë civil, duke shkelur të drejtën ndërkombëtare, tha tani radhën e ka Kuba dhe Irani. Krijoi një precedent që nesër Kina zgjohet të mëngjes dhe pushton Taiwanin, duke thënë që për ne do ta pushtojmë se është një rrezik, është një rrezik për sigurinë e Kinës. Dhe një gjë mund të bëjë Rusia duke pushtuar gjithë Ukrainën. Ose një shtet tjetër nesër zgjohet dhe pushton një shtet tjetër, duke thënë që për ne krijon një rrezik, sepse Amerika krijoi një precedent sot. Po pse vetëm tani Amerika bombardoi Venezuelën? Për faktin sepse Maduro ka larguar nga Venezuela të gjithë kompanitë e naftës, britanike dhe amerikane, duke kthyer naftën në menaxhimin direkt të shtetit. Ky është fakti pse Amerika bombardoi Venezuelën. Dhe jo sepse do të çojë demokracinë, sepse nuk u bën shumë Amerikës për demokracinë në Venezuelë, por për mirëqenien e popullit. Vetëm për të futur duart në arin e zi, që është nafta. Sepse mos të harrojmë, Venezuela është i pari vend në botë që ka rezervë më të mëdha të naftës. Tani nuk kemi një ndryshim regjimi në Venezuelë, sepse pushteti ka kaluar Rodriguez, e cila ishte një zvendës presidente. Tani është presidente e Venezuelës. Dhe të shohim çfarë do ndodhi në ditë vazhdim dhe çfarë do të reagimi do të ketë Rusia edhe Kina. Sepse bota sot është ndarë në 3 pole të rëndësishme: Rusia, Kina edhe Amerika. Është dhe India, po është shumë shpejt të folur për Indin si një rol i rëndësishëm. Po mos folur për Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian ka humbur drejtimin e të qenë një forcë e rëndësishme në botë, sepse nuk pati një reagim në mënyrë të përbashkët nga Bashkimi Evropian për të mbështetur apo për të dënuar aktin që bëri Amerika. Le të shohim çfarë do ndodhi në ditët e vazhdim. Le të shohim. Por është vërtet për të shqetësuar atë precedent që krijoi Amerika sot.